Të nderuar shikues, do të flasim për menaxhimin e situatës me hedhjet hemoragjike në Malishev. E kemi në lidhje drejt për drejt drejtorin e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale atje, zotrin Amrosh Elshani. Mirëmbrëma zotri Elshani. Përshëndetje i nderuar për ju edhe të gjithë teleshikuesit e emisionit tuaj. Faleminderit shumë për kohën, si është gjendja? Tash fillon edhe sezona, është një problematikë që zonën e juaj tash shumë vjet e shoqëron, po më duket që është një menaxhim më i mirë apo jo? Faleminderit e para për ftesën dhe hapësirën që i keni dhënë komunës sonë për të trajtuar këtë temë me një rëndësi të veçantë për të gjithë qytetarët e komunës Malishevës dhe jo vetëm. Si drejtori i drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Malishevës, njëherët jam edhe udhëheqës i shtabit për menaxhimin e hedhjeve hemoragjike Krime Kongo në komunën e Malishevës. Kryetari i komunës së Malishevës, zotri Ekrem Kastrati, dje ka formuar shtabin e menaxhimit të hedhjeve hemoragjike në komunën e Malishevës si një masë parandaluese dhe koordinuese, duke marrë parasysh se Malisheva ende vazhdon të jetë zonë endemike për këtë sëmundje, domethënë të hedhjeve hemoragjike, Krime Kongo. Dhe qëllimi i këtij mekanizmi është reagimi i shpejtë dhe koordinimi ndërinstitucional, mbrojtja e shëndetit publik të qytetarëve të komunës së Malishevës. Sa i përket gjendjes aktuale, apo dëgjova më fal? Mund vazhdoni, lidhërisht. Sa i përket gjendjes aktuale në komunën e Malishevës, gjendja është stabile dhe nuk kemi ndonjë rast të konfirmuar të infektimit, ndërkohë që i kemi të evidentuara 106 raste të pickimit me rrishra. Megjithatë, ne si institucione jemi në gatishmëri të plotë dhe po veprojmë në mënyrë parandaluese dhe të gjitha institucionet relevante përfshirë secilin dikaster që është pjesë e shtabit, drejtorinë e bujqësisë, drejtorinë e emergjencave, shëndetësinë e veçanërisht qendrën kryesore të mjekësisë familjare, personelin mjekësor, të cilët i vërtet janë në nivel të detyrës dhe po merren vazhdimisht me trajtimin e këtyre rasteve. Zotri Elshani, cilat janë përgatitjet që bëhen zakonisht para fillimit, po e them kështu, të sezonës ose të këtyre hedhjeve hemoragjike qysh një? Po sigurisht ne jemi të gatshëm dhe kemi ndërmarrë masa konkrete për parandalimin e hedhjeve hemoragjike. Në bashkëpunim me Ministritë e Linjes, ka përfunduar faza e parë e repelimit të kafshëve, e që faza e dytë ka filluar sot dhe do të vazhdojë edhe gjatë javës së ardhshme. Po ashtu qendra kryesore e mjekësisë familjare në komunën e Malishevës do të zhvillojë fushat vetëdijsuese dhe informuese për qytetarët e komunës së Malishevës dhe për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në komunën tonë. Mirë, ka numër më pak se viteve të kaluara të pickimit me këto stërpatjet që i bën? Në bazë të raportimeve ditore, të cilat i bën qendra kryesore e mjekësisë familjare në komunën e Malishevës, rezulton që si vjet ka më pak krahasuar me vitin e kaluar, ka më pak raste të pickimit të rrishrave. Domethënë është një diferencë e vogël, por nëse e shohim me statistika kemi rënje të pickimit të rrishrave. Sa janë të gatshme shtëpitë e shëndetit atje, po spitalit që me i prit gjitha këto raste dhe kur konsiderohet rasti rrezikshëm? Po sigurisht që e përmenda, qendra kryesore e mjekësisë familjare në Malishevë, të gjitha ambulantat që janë në komunën e Malishevës janë duke bënë një punë të jashtëzakonshme në menaxhim, sidomos në menaxhimin e kësaj sëmundje. Sigurisht që simptomat kur të gjithë pacientët që vinë me rrishra trajtohen dhe nëse kanë simptoma
të helmimit edhe për cilën për Prishtinë në këtë rast, apo Prizren. Sa jemi duke I pa disa pamje të spërkatjes, këto pjesë sa I kushtën I rëndësi si komunë, që spërkatjet jenë me kohë, edhe ka po shihen rezultatet në përgjithësi të këtyre spërkatjeve që ju zakonisht si komunë I bëni para se të filloj kjo sezon, po e them. Ne javën e ardhshme do të vazhdojmë me dezinsektimin e zonave endemike në komunën e Malishevës, e sa I përket domethënë edhe menaxhimit të kësaj situate, unë këtu dua të shfrytëzoj rastin që vërtet me falenderu ish kryetarin e komunës zotëri Ragi Begaj dhe ish drejtorin e shëndetësisë së komunës së Malishevës zot Tajmi Indier zotëri Berisha, e po ashtu edhe kryetarin aktual sepse vërtet ky shtab që është formu është kriju për me menaxhu sa më mirë këtë situatë dhe me te kalu që mos kemi viktima siç ka pasur në të kaluarën prej fiskimit të rrishkave. Kush janë më të rrezikuarit zotëri Shani? Janë fëmijët, mosha më e shtyre, mesme? Ku ndodhen zakonisht? Sëmundjet, domethënë prekin të gjitha moshat, edhe të gjitha gjinit pa dallim. Dhe këto sëmundje domethënë paraqiten zakonisht gjatë sezonit të pranverës, verës dhe vjeshtës së hershme. Mirë, po mbesim edhe pak te drejtoria e shëndetësisë në përgjithësi, si po ju shkojnë punët, se përpos normal kësaj sezone si jeni me investime, me shtëpit, po e them kështu të shëndetit atje, ka nevojë për përmirësime, janë të mira aktualisht si ju shkojnë punë në përgjithësi. Në përgjithësi gjendja është e qetë dhe secili sektor në shëndetësi është duke funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Po mund të vazhdoni, nëse keni diçka për të? Jo, nuk kam diçka tjetër për me. Mirë, sigurisht që herave të tjera mundemi me. E kuptoj, vetëm edhe diçka para se të ndahemi, keni takime edhe me institucionet përkatëse në Prishtinë që t'ju ndihmojnë edhe më shumë për pjesën e rrishrave në këtë rast? Patjetër jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me institucionet qendrore dhe kemi takime të vazhdueshme edhe raportime të vazhdueshme sa I përket rasteve të piskimit dhe çështjeve të tjera. Mirë, ka medikamente, barna, gjithçka është në rregull me këtë pjesë? Momentalisht gjithçka është në rregull. Mirë, unë ju falenderoj shumë, zotëri Shani, për gjitha këto informata. Faleminderit shumë.